Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Opinionisti zyrtar i Bigut, reagon Joz Marku. Emri Joz Markut është përfolur shumë së fundmi si një nga opinionistët e mundshëm të Bigut në fan club. Mirëpo vetë ai ka zgjedhur të sqarojë situatën gjatë një telefonate live në një emision ku u vendos përballë pyetjes së drejtë për drejtë. Në vend të një poje të prerë, Joz Marku ka dhënë një përgjigje që vetëm sa shtoi më shumë kuriozitetin rreth rolit të tij në fan club. Urime dhe suksese për kolegen. Edhe jam edhe s'jam. Akoma nuk kam firmos në i kontrat, më mirë të pyesni Franceskën. Tha ai duke u referuar Francesca Muratit, e cila tashmë është konfirmuar si opinioniste e programit. Deklarata e tij la të nënkuptohet se bisedimet mund të jenë në zhvillim, por asgjë nuk është finalizuar zyrtarisht. Ndërkohë fansat në rrjetet sociale kanë nisur të spekulojnë se formati mund të sjellë këtë vit një panel më të fortë dhe më dinamik, duke kombinuar opinionistë me eksperiencë dhe karakter të ndryshëm. Me nisjen e Bigut që po afron me shumë shpejtësi, publiku mbetet në ankth për të mësuar se kush do të plotësoj panelin e opinionistëve në fan club. Ndërsa Francesca është tashmë e konfirmuar, statusi i Joz Markut mbetet pezull duke e bërë akoma më intriguese pritjen e njoftimeve zyrtare nga produksioni.